Me votën e diasporës ka përfunduar edhe procesi i numërimit për qarkun e Shkodrës, duke nxjerrë rezultatin përfundimtar të subjekteve politike dhe kandidatëve më të votuar. Partia Demokratike është forcë e parë në nivel qarku me 37.173 vota, si dhe 5.852 të diasporës, duke grumbulluar në total 43.025 vota. Partia Socialiste në nivel qarku mori vetëm 34.882 vota dhe 5.539 në diasporë me një total prej 20.421 vota. Ashtu si në nivel qarku edhe me votën e diasporës, dy kandidatët më të votuar nga kampet respektive janë Bars Pahia i Partisë Demokratike dhe Dona Bilali e Partisë Socialiste. Kandidati demokrat Bars Pahia, i cili siguroi vetmi nga listat e hapura mandatin e deputetit, është emri më i votuar si në nivel qarku ashtu edhe në diasporë, si dhe një nga emrat më të votuar në shkallë vendi krahasuar me numrin e votuesve në nivel qarku. Ai mori 9.466 vota në 5 bashkitë e Shkodrës dhe 1.653 vota të diasporës, me një total për 11.119 votash. Ndërsa Dona Bilali në nivel qarku mori 8.874 vota dhe 1.050 në diasporë me një total për 9.924 votash. Edhe pse ajo nuk siguroi mandat deputeti, mbetet emri më i votuar nga socialistët. Tashmë me numrimin e 405 qendrave të votimit në nivel qarku, si dhe 13.959 zarfeve të diasporës, rezulton se Partia Demokratike është forca e parë politike në nivel qarku, duke fituar në bashkitë Shkodër, Puk dhe Fusharrës, ndërkohë Partia Socialiste mori një tjetër humbje në nivel qarku, duke dalë forcë e parë vetëm në Malësi të Madhe dhe duke humbur në 4 bashkitë e tjera. Madje në Vaudejës doli forca e tretë politike, pasi kryesoi në këtë bashki PSD. Rritjen e vetme Partia Socialiste e pati në Shkodër, ku bashkimi votave të ISHLSI-s ja mundësoi ngushtimin e diferencës me Partinë Demokratike, krahasuar me zgjedhjet e 4 viteve më parë. Tashmë me mbylljen e këtij procesi dhe certifikimin e rezultatit zgjedhor, Shkodra në kuvend do të përfaqësohet nga 5 deputet PD, 4 PS dhe 2 PSD. Përkatësisht, deputetët e rinj pritet të jenë Mariana Koçeku, Nit Bejleri, Gjenis Shela dhe Bujar Rexha nga PS, Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj dhe Bars Pahia nga PD, si dhe Tom Doshi e Besnik Brahimi nga PSD.